Një mëngjes që askush nuk e priste në shtëpinë e Big Brother Albania VIP. Gara ka marrë një kthes të fortë, pasi Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht. Vendimi u komunikua përmes zarfit të zi, simboli i momenteve më të rënda dhe vendimeve drastike brenda lojës. Zarfi mbërriti në orët e para të mëngjesit, duke krijuar menjëherë tension dhe pasiguri mes banorëve. Mes heshtjes dhe kurreshtjes, mesazhi u lexua para të gjithëve. Kristi Lamaj nuk është më pjesë e garës dhe televotimi aktual anulohet. Një njoftim që ka tronditur shtëpinë dhe ka ngritur shumë pikpyetje. Çfarë çoi në këtë vendim të prerë? Si do të ndikojë largimi i tij në dinamikën e lojës? Anulimi i televotimit tregon qartë se situata ka qenë serioze dhe me pasoja të menjëhershme për rrjedhën e formatit. Banorët kanë mbetur të shtangur, ndërsa publiku tashmë po kërkon përgjigje. Një gjë është e sigurt. Pas këtij zarfi të zi, loja nuk do të jetë më e njëjtë dhe ekuilibrat brenda shtëpisë sapo u tronditën fort.